Sekuestrohen doza heroine, një sasi kanabisi në trajt çokolade, peshore elektronike, krejër pistolete që i posedonte 53 vjeçari dhe shumë aparash të dëshuara të përfituara nga veprimtaria e tij kriminale. Specialistët e seksionit për rrethimin e narkotikave në bashkëpunim me seksionin e forcës së posaçme operacionale të DVP Fier, si rezultati i veprimeve hetimore të kryera me metoda proaktive, finalizuan operacionin policor të koduar Moment për goditjen në një rasti të veprimtarisë kriminale të shitjes së drogave të forta. Gjatë operacionit në lagjen Lirigjero Fier, shërbimet e policisë kanë kapur në flagrant shtetasin me iniciale AM, duke shitur lëndë narkotike heroin në doza, shtetasit me iniciale FD. Gjatë kontrollit fizik ndaj shtetasit me iniciale AM dhe në banesën e tij, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një sasi lëndë të dyshuar narkotike heroin të ndarë në doza gati për shitje, një sasi lëndë narkotike kanabis në trajt çokolade, një krejër pistolete, një peshore elektronike dhe shumë aparash të dyshuara të përfituar nga shitja e lëndës narkotike. Gjithashtu në cilësinë e provës materiale u sekuestrua dhe automjeti që ky shtetas përdorte për këtë veprimtari kriminale. Në vijim të veprimeve procedurale u arrestua në flagrant shtetasi me iniciale AM 53 vjeç, banues në Fier dhe nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin me iniciale FD 37 vjeç, banues në Patos. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.